Tu nuk bëhet fjalë për të marrë një vot më shumë se sa Gëneta, se kjo është më e thjeshta që ne mund të bëjmë. Këtu bëhet fjalë për t'i dhënë Shqipërisë të gjithë bashku mundësinë që të vrapoj drejt objektivit, që të mos ndalet në asnjë minutë në kryerjen e negociatave, që të firmosim marrëveshjen në 2027 dhe që Shqipëria 2030, mbasi të ketë marrë miratimin e 27 parlamenteve të vendeve anëtare, të ulet në tryezën e Bashkimit Evropian dhe ta garantoj përfundimisht, ta garantoj pas një mundësi prapakthimi, ta garantoj si një të drejtë, të lindur, të çdo vajze dhe djali shqiptar, pavarësisht statusit familjes.